Ky podcast u mundësua nga Bit Investment Group, Tushi Tenda, Eagle Rent, Max Mavrud, Max Wine, vera me mirë shqiptare, Shafrani Albania Premium Quality, Big Brother VIP Boutique Shkodër. E shef të telefonin, iPhone i fundit. Sa kohë duhet me fillu me fitu diçka. Kanë njerëz që sot kanë lënë TikTokun edhe po merren me trading. Si mund të vesh me këtë telefon, ta mbash në vesh këtu dhe t'i jepësh tek autobusi kombinatit? Ti e mashtros. Anduel Gega, ekspert në trading marketing. Sa kam prit me marrë dikush si ti në studio dhe me ba muhabete, sepse jam një pjatë në shqiptarëve që nuk e kupton këtë fushë, edhe du vetëm sulmoj. Pse nuk e gjë? Radh parë një mirë se gjeta, edhe është kënaqësi për ftesën, edhe shpresoj të kemi bashkëbisedim të këndshëm. Tani edhe shpresoj të bëjmë edhe lek. Shpresoj të bëjmë lek. Gjoja më kryesore herë. Ajo do flasim për lek sot. Ajo po. Për atë jena këtu. Tani për Forexin kam 12 vite që jam me këto po themi dyshimet e njerëzve, sepse është keq informimi vërdall, edhe kjo shkakton këtë që sapo the edhe ti që sepse të bërit lek në një mënyrë jo tradicionale gjithmonë ndikon te njerëzit dhe mendojnë se është thjesht një prallë apo diçka jo reale. Por realiteti që jemi sot 2026 në tregon krejt kundërtën dhe ka shumë vite, jo vetëm 2026, ka shumë vite që ndodh kudo nëpër botë. Ne gjithmonë si në Shqipëri mund të jemi pak mbrapa me disa gjëra, por unë edhe disa kolegë mi jemi munduar ndër vite me shty këtë temë. Ashtu Anduel interesi në Shqipëni, sidomos të viteve të fundit ashtu interesi shumë jashtëzakonisht se kam vuri edhe me djem të ri, por ashtu ajo si thashën ty se në momentin që ti vjen e më tregon shiko se unë të mësoj ty se si me bëj lek, përshtypja ime e parë është ti e mashtrues. Përshtypja ime e parë. Nga që nuk e edhe kjo është sepse nuk e di si kështu. Si e mbron veten ti ndaj kësaj akuzet për shkakun. Në radhë parë unë nuk kam pse mbroj veten. Në radhë parë unë edhe në rrjetet e mia keq shumë. Në fund s'kam pse mbroj veten, po nuk jam. Po sepse unë nuk marr asnjëri me zor. As nuk telefonoj, as nuk bëj punën e në këto call centrat e famshëm, as nuk detyroj dikë të vit ngjoj mua apo ndjeki ato çfarë unë këshilloj, ato çfarë unë ofroj pak a shumë. Unë jam Andueli, kam rrjetet e mia sociale, promovoja punën që bëj prej 12 vitesh, tregoj rezultatet e mia, biles foton time të parë në Instagram, kur e shikon, jam unë në autobus tek Sedilja fundit dhe kam ato kufjet që njëra anë punonte, njëra nuk punonte. Kurse foto sot më është me Lamborghini. Po. Kështu që një person vjen e shikon Anduelin që kur ka qenë 18 vjeç, 19 vjeç, ai djali që shumë nga ata që ata më shkruajnë mund të jenë në njëjtin pozitë sot, edhe shohin se si ka qenë atëherë, se si është tani, shef gjitha rezultatet, gjitha provat në rrjetet e mia sociale dhe vendos të më shkruaj, vendos të marri një produktimi që unë nxjerr, edhe pse unë kursin për atë çfarë bëj, unë ofroj falas, kam disa vite që ofroj falas për gjithë shqiptarët, vetëm për të krijuar komunitetin e duhur, sepse ka shumë keq informim, ashtu si dhe për njerëz që dëgjojnë për herë të parë, ka shumë keq informim vërdall, edhe për atë dhe unë dalë në rrjetet e mia sociale, të paktën shqiptarët, njerëzit e mi t'i mbroj nga gjërat që nuk duhen këtë fushë dhe të shkojnë drejtimin e duhur. Ashtu ajo duhet të ndalem pak të që thotë që unë nuk marr kënd telefon. Më rastisi para 2-3 orëve kur erdhi një person edhe po më thotë që në lirë, okay, kemi podcast sonte, ç'a do flash sonte, edhe thash për trading, Bitcoin dhe kështu, tha dhe mu më kanë marrë thënë telefon, edhe më kanë kërku më jep $2,000, edhe ne do t'i menaxhojmë ato $2,000, do të bëjmë me lek, do të bëjmë kështu, edhe pavarësisht se unë nuk e di se si funksionon. Përshtypja ime e parë si një person jo i fushës ishte, shiko, ato persona që të telefonojnë ty nga ato do të rush, sepse ti nëse ti don më mësu. Po. Taman se si funksionon ose je interesuar se me bë lek online, ti do shkosh, unë do vi te Andueli. Do shkosh te profesionisti i fushës. Do vi unë te ti, jo ti te unë. E lëm Forexin për 2 minuta. Flasim por themi do të bësh guzhinier i zoti. A do shkosh te guzhinieri më i mirë që njefti që bën kurse? Është e njëjta gjë.
do të shkosh të mësosh ku e diu një fushë caktuar, do shkosh mekanik po themi, te njëri që është mekanik që ka servisin e vet full gjatë gjithë kohës, edhe dihet që është i Zotit, tek ai do shkosh të mësosh. Ama ai nuk vjen thotë hajde tek mua sepse ofroj këtë gjë, po ecën çdo gjë me reputacion dhe reputacioni ndërtohet. A jeti më mirë në Shqipëri ndër? Po nuk mund ta them, nuk ka një simace kjo gjëja. Pse nuk mund ta? Kjo gjëja nuk ka një. Tashi unë mund të them këtë, po mund të jemi i pari që e kam sjell si koncept dhe edhe kam komunitetin e parë për këtë pjesë që i kam drejtuar drejt mësimit të trading normal dhe tamam. Duke janë shkalu gjithë mashtrime, se imagjino kur ka mashtrime sot 2026 që njerëzit janë shumë më të informuar, mendoj sa mashtrime ka pas kur unë jam futur në 2014-2015 që po themi është shpreh shqiptare e merr sa punin për djath, shumë lehtë. Edhe tani kanë ndryshuar kohët, tani kemi edhe ChatGPT sot, a kupton? Mjafton të pyesësh që ora Andueli është okay, kjo kompania është okay apo jo, dhe me gjithë informacionet që mund marr sot e di kjo është skem, mashtrim apo është tamam dhe ka mundësi që mund të jetë tamam. Dhe unë gjithë çfarë ofroj është thjesht edukim. Nuk ofroj 9.000 lekët e tua mua dhe ti dyfishoj, ti trefishoj. Unë thjesht ofroj edukim që ti pastaj me edukimin që merr dhe me disiplinën dhe përkushtimin tënd të futesh në këtë fushë, të punosh prej vite me radhë, sepse nuk është diçka që shtyp 2-3 butona në telefon apo në kompjuter dhe u bëre milioner. Si çdo fushë, si çdo profesion do vitet e veta që ti do të përmirësosh, të përkushtohesh, ti dedikosh kohën tënde dhe të kesh disiplinën, të formosh disiplinën dhe mentalitetin e duhur për ta bërë këtë punë. Sepse ka keq informim, si e thash. Okej, sepse ashtu si thash kanë filluar shumë shqiptar të u marr. E marrim disa shqiptarë që janë në këtë fushë. Po. Sa përqind e tyre janë të sinqert edhe të drejtë, edhe sa përqind e tyre janë mashtrim. Po përmend emra, nuk e di, po sa përqind e tyre janë mashtrim. Po, unë njerëzit që respektoj në këtë industri pak a shumë jam me gjithë shok. Na ka lidh fusha pasioni, edhe mund t'i numëroj me gishtat e një dore. Njerëzit që janë tamam këtë fushë, japin edukimin tamam, dhe kohët e fundit nga që është bërë kërkesa e madhe dhe të rinj po e kërkojnë gjithmonë më shumë këto fitime, janë shtu dhe mashtruesi, sepse si thuaç e shikojnë që edhe me mashtrim ka lek shumë shpejta dhe kanë njerëz që sot kanë lënë TikTokun edhe po merren me trading. Dhe kjo gjëja, domethënë ti nuk mund të bësh për 3 muaj të bësh mentor për trading, nuk u bësh ekspert në çdo lloj fushë. Më merr çfarë do lloj fushë leje Forex-im janë, nuk mund të bëhesh ti me 4 muaj vetëm se ke pak influencë dhe të bëhesh mentor trading. Ke shumë përgjegjësi mbi supe në mënyrën se i drejton njerëzit. Si mund ta dallojmë? Si ndodh por e gëzuar. Ndodh por e gëzuar, mirë se na erdhe. Po, mirë se gjeta. Si mund ta dallojmë, për shembull, si e dallon syni jot që është ekspert një person që qose ky është skam? Edhe si mund ta dalloj edhe syni jem që unë nuk di nga kjo fusha, si të ruhem nga këto skamet, sepse ka shumë, po ahin shqiptare, ne dëgjojmë shumë dokumentare. Që nga informacioni se si ai ta përcjell. Po unë nuk di nga kjo fushë. Ku ta di unë se cila është informacioni i saktë? Shiko pak, në momentin që një person, nuk kam dëgjuar njerëz në TikTok që thon futesh te ky aplikacioni shtyp këtë edhe bon me 500 euro, bo 3.000 euro muj. Që në mënyra që të përcjellë ky lloj informacioni, kushdo njeri që ka inteligjencë dhe IQ pak më sipër mesatares, e kupton që ky person as nuk di ta shpjegoj këtë gjën që po kërkon njerëzit që t'i futin këtë gjë dhe as nuk ka aftësinë e dur. Plus e dyta njëherë që unë nis nga vetja, siç e shpjegova më përpara në rrjetet e mia sociale, janë këto highlightsat në Instagram, unë aty kam feedbacket nga njerëzit që më kanë shkruar edhe kam rezultatet ndër vite, jo thjesht 3 muajt e fundit, jo thjesht 4 që ato mund të ta vërtetojnë vetë. Dhe unë, edhe nëse e nxjerr një produkt siç e kam nxjerr aktualisht, që është një robot dhe që bën tregtime automatikisht në vend që ti bësh vetë manualisht, prap edhe atë që kam nxjerr me çmim, gjysma e shitjeve vijnë vetëm nga njerëzit, nga reputacioni dhe mouth to mouth si i bie në anglisht, që Andueli sjell tjetrin, tjetri sjell tjetrin, sepse e merr të produkt, e shef që ka rezultat, e shef ndër muaj, ndër vite që ka rezultat, edhe sjell e shokun e vet, edhe kushrin e vet për diçka nëse ai do t'i futesh kësaj fushë. Por kur ti më përpara
po ta flase me gjithë respektin për kasapët edhe këta, po në moment që ke qenë kasap, ke shit mish gjatë gjithë kohës, edhe për 2 muaj del edhe thua unë di se si do shkoj Floriri apo nafta e këto gjitha, nuk mund ta bësh këtë gjë. Unë personalisht mund të kem kaluar një vit e ca, gati 2 vite, vetëm duke mësuar këtë punë, vetëm duke kaluar ato sfidat e mia, duke marrë ato mësimet, po themi që unë me edukimin që jap sot njerëzve, të paktën i kursej ato mësime që unë i kam marrë në mënyrë më të keqe, në kuptimin duke humbur. Edhe duke mësuar mësimet e mia duke humbur dhe duke lënë investimet e mia, pra lekët e mia aty, dhe derisa arrita në pikën që formulova atë strategjinë time, po themi që kishte efekt dhe jepte rezultat në mënyrë konstante, dhe pastaj atë strategji unë e provova vetë në supet e mia, pa ecë mirë për X periudhë kohë dhe atë njohuritë e mia pastaj ja ofrova njerëzve. Këtë gjë bën një mentor në çfarë do lloj fushë. Ai të jep njohuritë e veta edhe gjën që kemi ne më të shtrenjtë. Atë që ka mësuar vetë në vite, në eksperiencë, ku atje, ku ka fitu. Kë kemi gjë më të shtrenjtë? Jetën, kohën tonë. Kohën. Kështu që momenti detyra e mentori është të kursej ty këtë kohën që secili nga ne ka të shenjtë. Pra këtë kohën që ty mbase po ti futesh vet, pa dëgjuar duelin tjetrin, ti futesh vet nga hiçi, ta mësosh nga interneti nga këto gjitha, ty do të duhet derisa të arrish në pikën që unë mund të mësoj ty sot me njohuritë e mia, ty do të duhet 1 vit, 2 vit. Me eksperiencën, me arrit atë që unë ta mësoj për 1 muaj, 2 muaj. Ky është roli i çfarë do lloj mentori që të në çfarë do lloj fushë që të mëson një zanat. Sepse edhe kjo është një punë, një biznes si çdo kusht tjetër. Ka rreziqet e veta, ka dështimet e veta, ka dhe sukseset e veta. Ti vetë personisht sa kanë humja jote më madhe, ma thuj e dojnë shqiptarët me përmendin numër lekut. Me shifër eksakte. Ma thuj kaç. Po, mund të kem pasur edhe 4.000-5.000 euro humbje në një tregtim të vetëm. Një tregtim të vetëm. Po shmëram një video. Nuk e din që se të ka dalë ty, aty shkun të Prince of Kenya. Do në ishte një nga Kenya edhe, po të regu të shikos, du me $10,000 futit $10,000 në trading, du me fut $10,000, du me fut zero lost, edhe $10,000 shikoni kur t'i kthej në 100,000. 2 sekonda ose 3 sekonda, vetëm e majtë telefon kështu, i hupi tana $10,000. Po. Sepse këtu futemi te pjesa e menaxhimit të riskut. Sepse ai vuni zero risk, po, sepse pak disa zero risk, ai ka fut maksimum riskun. Zero risk është. Po, me fjalë, po, zero ora se nuk diun ta termat e duana. Thjesht i ka fut gjithë balancën, i ka fut në rrezik me një tregtim të vetëm. Po, ollin se po tregote se si un me këto €10,000 do me blej një Lamborghini. Shikoni thashë Andra çdo kujt që futet në trading ose kur i shef se problemi në trading është që njerëzit kur futen të rinj për shembull shohin rezultatin final. Për shembull më shohin mua me një makinë të mirë, me një jetë të mirë. Por duhet shohin rrugtimin që kanë vajt deri aty. Në çfarë do lloj gjë, edhe një person që është ku e di unë, me real estate është i suksesshëm edhe ka vilën e vet me pishin, ka makinë. Ai njeri ka ndërtuar prej vitesh klientelën e vet, ka bërë ato rrugtimin e veta, ka bërë ato shitjet e veta që ka arritur deri aty. Dhe njerëzit marrin produktin final dhe duan aty ku është ai mbas 10 vitesh, 12 vitesh, 15 vitesh, duan ta arrijnë për 5 muaj. Sa kohë duhet pra mua duhet. Shiko. Sa kohë duhet që me fillu me fitu diçka, ose me fillu jo me kanë ekspert, jo me kanë në Po, të kuptoj. Në nivelit tanë, të kuptoj. Por që me keni zotit që unë të bëjt trading. Shiko që, unë kam raste studenta që edhe për 6 muaj kam bërë fitime, kam marrë edhe 3-4 fishën e rrogëve të veta që merreshin në punët e tyre aktuale, nga njohuritë edhe përkushtimi që i kanë dhënë. Kjo çdo gjë varet nga personi. Unë këtë i kam thënë se kam trajnuar mbi 1100 pak veta në këtë fushë, edhe unë këtë i them secili. Unë t'jap blueprintin, t'jap formulën, t'jap njohuritë e mia. Pastaj se sa i përkushtohesh ti kësaj gjëje, dhe si i menaxhon ti dhe si i respekton ti këto gjëra, sepse ajo është një formulë dhe mënyra e menaxhimit të riskut aty duhet të jetë eksakte, duhet të jetë me një disiplinë ushtarake. Jo të thuash, jo po unë do e bëj kështu se mendoj kështu. Mendimi jot nuk vlen asgjë. Është
çfarë thojnë faktet, çfarë thojnë numrat, edhe analiza e gjërave që ti bën aty me një qasje të ftohtë, jo me qasje emocionale. Emocionet në këtë fushë janë zero. Dhe mënyra se si ti përkushtohesh ty të ndryshon nga ty, nga personi tjetër e tjetri. Shumë njerëz mund vinë me idenë si thash, do shtypin 2-3 butona dhe po pse si bëra unë 1000 euro, 2000 euro, kurse tjetri siç kam bërë dhe unë kur e kam nisur, kam ndendur edhe 4-5 mëngjes zgjuar, kam ndendur e kisha shkollën nesme, mbas shkollës kisha edhe punë, edhe prap për të marrë atë njohurinë, për të marrë dijen, për të provuar, për të bërë ato po themi provat e mia, derisa arrita në pikën që për shembull aktualisht sot kjo punë që në fillim mund të haj shumë kohë, mu aktualisht mund të më haj edhe 40 minuta në javë në total, varet nga marketi. Kaq punë mund kesh, sepse nuk do rish aty, nuk është diçka që të kërkon adrenalinë dhe duhet të jesh se s'bën aty. Ti mund t'i bësh ato analizat e gjërat e tua në një pikpamje më të largët për javën që vjen po flasim, e shef marketin, vendos ato pikat ku do vendosësh atë targetin që ti do të arrijë marketi që të marrësh fitimin tënd dhe ku do vendosësh humbjen që ti do të rrezikosh, edhe e hap tregtimin edhe lë hapur. Në momentin që kap atë targetin tënd, mbyllet automatikisht, merr fitimin. Në momentin që kap atë targetin tjetër që është për humbjen, mbyllet, po atë e ke të kontrolluar, sepse unë këtë këshilloj njerëzit që për shembull në një tregtim mos rrezikojnë më shumë se 2-3% apo 4%, 5% të balancës së tyre. Pra jo si ai na Kenia që do me ëndrën e Lamborghinit se kjo është ëndra që shesin shumë dhe na këta fake që folën pak më përpara, se ka shumë mentora na këta të huaj që shesin dhe kurse na 3.000-4.000 euro, po themi edhe japin këtë ëndrën, bëjnë ato provat që me $100 të bëjnë $100,000, i bëjnë mënyrat e tyre mashtrimit, po themi se ka lloj-lloj mënyra për ta bërë atë dhe për ta shitur për marketing, dhe ti shesi ëndrën këtyre njerëzve që pastaj vjen tek këta mentorat, zhgënjehen sepse vjen me këtë ëndrën për të bërë $100 me bërë $100, provojnë 3-4 herë. Po, dhe pastaj për shembull në këtë video kur më gjoj mua tani duke folur, është një njeri që ka pas experience keq, thotë mos edhe ky si ata të tjerë, është po leça e zbukuron, a kupton? Edhe krijohet një efekt domino dhe përmbledh gjithë industrinë pastaj. Por kush është me 2 gram tru bën informimin e vet, shqyr zotin interneti ka disa vite që e kemi akses gjithë, dhe merr gjithë informacionet e duhura për këtë fushë dhe e përcakton vet pastaj. Unë personalisht nuk futem në asnjë lloj gjë siç e folëm pak më parë. Mua askush apo ty që kemi 2 gram tru, nuk na merr dikush telefon dhe japim lekët pa e njohur, pa e ditur kush është ky personi që ne po ja dorëzojmë lekët tona. Po bëj fije kërkim rreth këtij personi. Unë në çdo investim timin kaloj në disa etapa, kërkimi, studimi, po themi analizash, dhe derisa bindem unë vetë personalisht, atëherë jedh. Ka shumë biznese që kam dështuar, po, pafund, ka shumë tregtime që unë kam humbur, pafund. Por raporti në momentin që, sepse e bukur e kësaj pune është siç thash, te pjesa e menaxhimit të riskut, ti mund të rrezikosh $100 për të fituar $200. Okej? Dhe në momentin që ti e bën me këtë lloj formule, ti edhe sikur ti je 50% i sakt, i e prap fitim. Në fund nuk pritet nga kjo punë që apo unë apo tjetër, nuk ka ndonjë mentor që t'japi atë formulë magjike që ti je 100% i sakt apo 90% i sakt. Edhe 50% i sakt jesh me menaxhimin e duhur të riskut, në fund të muajit, në fund 3 mujoshit, 6 mujoshit apo 1 viti, mund të dalësh fitim. Duhet ta shohësh si diçka afatgjat. Jo, kjo nuk është për futem edhe të bëj lek për një javë dhe dal. Kjo nuk është afat shkurt. Biles e kam bër një postim në Instagramin tim që them njerëzit shkojnë në universitet, rrin 3 vite apo 5 vite nëse bën masterin, që të marrin një shkollë dhe një punë që të bëjnë 500 euro, 600 euro rrok. Ama në trading, biznese të tilla futen që më 5 muaj të bëjnë 1 milion. A kupton, është pak po themi kontradiktore në mentalitetin e njerëzve, por unë them që edhe kjo puna do të trajtohet si çfarë do lloj pune tjetër, në kuptimin që kjo punë do në të vëmendjen do kohën e vet, do suksesi, ty mund të vi në një ditë të ngjaj të po themi rikthej gjithë ato humbjet. Duhet edhe shumë kontroll emocionesh, besoj. Po emocioni siç e thash. Merr emocioni është emocioni. Po shiko, kjo e vërteta e idhur është që këtë gjën nga bixhozi e ndan vetëm njeriu me një fije të hollë, po themi, kjo fije e hollë është ky menaxhimi i riskut. Momentin që ti nuk përfill fare këtë formulën që unë të fola pak më përpara dhe ecën siç ai
miku jona Kenya, a kupton? Bajanaku. Po, Bajanaku jona Kenya. Në moment që ecën si ai, do kesh përfundimin e një, mund të eci një herë, dy herë, do dalin se ka tipa do dalin aty Instagram, shikoj bëra unë nga 100 euro i bona 10.000 euro, do thonë njerëz, mëso dhe mua si ti bësh. Por sa mënyrë konsistente mund ta bësh ti këtë gjë. Kjo është i gjithë Chelsea, se 10.000 euro edhe ti të futesh sot, a kupton? Bën një tregtim aty, se aty është 50-50. Do shkoj o lart. Mund ta kesh i rresht kap share, por nuk ke gjë. Do shkoj o lart o poshtë marketi, nuk do shkoj anash. Kështu që ti mund futesh, po flesim për ta blerë dhe me shpresën që të rritet çmimi dhe ti me tregtimin tënd të parë bëre 10.000 euro edhe thu ka që letë qeka, por me tregtimin tjetër mund t'i humbësh prapë 10.000 euro. Po, kuptoj. Kështu që duhet konsistenca në koha gjate. Ti si me fjalë, ka dy lloje trading me atë sa dione. Ti si e këshillon? Trading me gjana që aktualisht janë si nafta, voji, ari, argjendi, apo me kriptomonedha që janë thjesht kriptomonedha, nuk janë diçka fizike. Kriptomonedha tani. Cilën trading e sugjeron ti? Tash unë jam marrë me dyja, kryesisht me Floririn, kemi disa vite si komunitet edhe grupin tim që kanë Vision FX, merrem vetëm me tregtimin e Floririt. Dhe sepse po ta shpjegoj pse jemi marrë, sepse është marketi ti normalisht do merresh me marketin kryesor të gjithë kësaj industrie. Marketi kryesor i gjithë kësaj industrie është Floriri, marketi kryesor. Çfarë do lloj gjëje që ndodh? Lun pikat e çdo lloj gjëje. Bombardoi Trumpi Iranin, ndodhi lufta, gjë e parë që lëviz në market, lëviz Floriri dhe nafta. Okej, prandaj kemi sot naftën 2.000 lekë Shqipëri. Sepse nga ajo gjëja. Dhe kur futesh në këtë biznes, në këtë industri, kupton që çfarë do lloj gjëje qarkullon në rreth këtij biznesi, sepse është biznes që qarkullon 6 trilion, 7 trilion dollar në ditë. Është çdo gjë influencohet nga ky biznes. Eurot që ne këmbejmë te exchange-i, çdo gjë influencohet nga ekonomia që ndodh rreth e qark dhe nga tregtimi që bëhet këtu. Edhe çmimi e kriptove që rikthehemi te kriptot. Kripto pasaj është një market tjetër akoma e pastabilizuar që ka uljet e ngritjet e veta, ka ato luhatet më të shpejt, më shpeshta se sa marketet e Forexit, goldi, nafta, edhe pse këto lëvizin këto kohë të fundit kanë bërë lëvizje të çmendura, por po flasim që kriptot sot e ke Bitcoinin $100,000 mund të shkojë te $70,000 për pak kohë. Bitcoin ti për mendimin tënd do bin poshtë $30,000. Pse e ke këtë mendim? Po sepse shiko, unë mendoj se faktor kryesor i këtyre xhanave është Amerika, edhe është lufta. Faktor kryesor është Amerika. Bitcoin ti ishte në zero, shkoi 126.000 vlerë maksimale, sot është 73.000 e ka vlerën sot. Unë mendoj se do bin poshtë 30-s. Nga mos stabiliteti i Donald Trump, i Iranit, i Dubait. Tash ti si ekspert, çam thonë? Si ma mush menën mu që me investu ose me marrë me Bitcoin, të marrë parasysh një ekspert, të marrë parasysh një ekspert që e parë se kishte hallë në Instagram që thotë mos u marr me Bitcoin se po, do ta hash ta. Se e di unë ta çfarë Bitcoin do thotë. Sa foli ai Bitcoini vajti në pikën e tij më të lartë. Kështu që shiko, është një market që realisht kushdo që dali unë s'pa e llogaris veten, po edhe mjeshtrat e Wall Streetit të dalin thojnë që Bitcoini do shkoj kaq se ke spekullime të futesh në internet, thot njëri thot do shkoj 200.000, njëri thot do shkoj 1 milion, njëri do thot 0, njëri do ashtu, asnjëri nuk e di, sepse është një market ashtu siç është anonim, edhe krijuesi vet anonim, edhe mënyra se si tregtohet është anonime, asnjëri nuk e di sepse ti nuk e di kush i ka në këto çaste që ne po flasim, po themi 60 bilion Bitcoin aktualisht. Dhe me i shit ai ta lëviz tregun kur do ai. Kështu që ti këtë gjë nuk e di dhe ka shumë faktorë që ndikohet aty. Lufta e këto gjërat mund të ndikojnë siç thash kryesisht në gjërat që janë të stabilizuara dhe janë të kontrolluara nga shtetet, që janë floriri, nafta e të tjera, por kriptot unë nuk besoj se janë të influencuara në këto. Mund të influencojnë në lajme në këto në njerëz që flasin lart e poshtë, por realisht poshtë 30 ajo. Jo, nuk e besoj. Po shkoj Bitcoini poshtë 30 si bie do ketë në një krizë shumë të madhe marketi kryesisht sepse po them 73.000 sot.
Menon se do rritet apo do zbresi? Jo, Bitcoini mund shkoj për mendimin tim mund shkoj tek zona e 50-s, edhe nuk fjalë ditë 50 shkon. Po, u afrove bajki 30 stan. Po, është një çmim po themi psikologjik, në market funksionon me çmime psikologjike. Siç kur ka qenë Bitcoini, kur ka qenë Bitcoini 63.000 sa është sot, 73.000 ka qenë psikologjike që do kapte $100.000. Janë njerëz që presin në një farë pike, po themi që quhet çmim psikologjik, si për shembull Floriri që vajti $5.000. Floriri ka vajt $4.000, $5.000. Unë po e them edhe këtu që Floriri në 3-4 vite të ardhshme mund shkojë edhe $10.000, sepse është një market që në momentin që ti je shef. Do dyfishohet. Po, është dyfishu xha Floriri. Po e di, po prap do dyfishohet. Po sepse është një market që sepse materialet primare që është Floriri, ai është po ta shikosh grafikun e tij ndër vite, grafiku i tij është vetëm rritje, sepse futet inflacioni, futen shumë gjëra në lojë që inflacioni nuk ka ndonjë vit që kena pas inflacionin negativ. Gjithmonë ka qenë inflacioni në rritje. Kështu që në momentin që do ketë inflacion rritje, edhe këto çmime do rriten, sepse sot €100 sot nuk është si ka qenë €100 para 4 vitesh, nuk ka të njëjtin fuqi. Edhe ajo mund të jetë $5.000 sot, po $5.000 sot janë njëjtën fuqi si kanë qenë $2.500 para 5 vitesh, po themi diçka e tillë. Kështu që kështu funksionon, po themi, në botën e investimeve dhe në market kryesisht. A u marr vesh kush e ka bota më ndan Bitcoinin? Ka shumë teorina. E di se ka shumë teorina, por po ti futesh asaj rabbit hole që thuhen që fillon kërkon, ka teorira që jo e ka bërë CIA vet. Sepse ka qenë plani që në vitet se do bëj çika Alfred Sakon tash, që do ndryshohet leku hard cash, domethënë fizik, me atë digjitalin dhe kjo do ishte zgjidhja. Sepse realisht tash pralla me mbret nuk I besojmë gjithë që u e shpiku dikush dhe u zhduk. Dhe ai dikush e ka walletin e vet, portofolin e vet me biliona vlerë tani dhe nuk ka lëvizur 1 cent, po flasim, edhe ka lënë aty. Thjesht I lë aty dhe nuk dihet a ka vdekur, a është gjallë, është ky Satoshi Nakamoto, edhe nuk e di kush është, andaj që sot në këtë botën sot jo të gjejnë se kush je, çka ke bër. Po kanë gjetë krye terrorista, e kanë gjetë në vrim të miut, jo më krijuesin e Bitcoinit që ka kriju një market me triliona dollarë. Si ka vallaj që s'm kuptoj me ti ai pse thotë e ka Rusia ka bë Bitcoinin, si ka I plaku, s'm kuptoj me ti. Ka varet, mos po thu Robert Kiyosaki apo jo. Ja. Nëse nuk më kujtohet emri I tij që thotë që është një video shumë viral I tij që thotë me di kush e ka bë Bitcoinin. Aha, po la pena më duket. E ka diçka e tillë, po. Po gjithsesi ato janë. Ai thotë që ka bë Rusia, koncepti kriptove se njerëzit ngatrojnë. Njerëzit për shembull, kur investojnë kripto thonë, "Të shkoj kaq, edhe ti shes që të marr lekët." Koncepti I kriptot është me zvendësu lekët, që ti nesër mos thush kam 100.000 euro, po thush kam 1 Bitcoin. Dhe koncepti I kriptove është që ti mbash ato dhe ti kesh në kripto dhe pagush me kripto dhe bukon. Të bëhet diçka e përditshme, dhe bukon pikërisht. Ky është koncepti I kripto, nuk është koncepti I kriptos që ti mbash dhe një farë pike dhe ti shesesh prapë për lek. Koncepti I kriptove është që ti të zvendësosh lekun dhe ta kesh në përditshmëri, në përdorim në përditshmëri. Të thash dhe kur blen bukën, dhe kur blen ujin, dhe kur blen kosin, të skanosh atë walletin aty të pagush edhe vazhdon punën tënde. Lujti shumë më men këtë se lujti shumë edhe në momentin që Elon Musk pranoi që Tesla mu ble me Bitcoin të me kripto. Elon Musk ka qenë një nga influencerat më të mëdhenj të kriptove që ka bërë lëvizje, domethënë ka bërë. Prandaj sot njerëzit këta të rinj besojnë në këto gjëra, sepse kanë parë shembuj ku një 16 vjeçar, vetëm se ka bërë një tweet Elon Musk për një monedhë, ka bërë miliona euro. Dhe këto gjëra janë domethënë janë prova reale aty jashtë, që I bën njerëzit besojnë këto gjëra. Jo se janë pralla me mbret që njoh njonin unë që ka bë kaq lek me këtë gjë. Janë prova reale kudo në internet. Po se janë edhe këto, po mirë, janë edhe këto meme coin për shembull. Donald Trumpi zjarri Trump coin, po që fut gjithë Shqipëria, gjithë njerëzit në botë. Bravo. Po nxori Nusja, nxori Çuni, Dhëndri, Baxhanaku me familjen, nxorën gjithë në një monedhë. Shkoi $75 maksimumi më su gabosha, sot koro $4, e kupton? Po. Edhe ti thu tash Donald Trump, njeriu më influence në botë. Po se ka fuqinë atë. Momenti që ti bëhesh një meme coin, edhe një meme coin e hap dhe unë dhe ti sot.
Është shumë e thjeshtë për të bërë një meme coin. Po, e vën shesim se. podcast coin, a kupton? Po. Edhe e krijon me $100 atë monedhën dhe pasaj sa veta mund ta blejnë atë dhe të futen aty është gjë tjetër. Në momentin që Trumpi nxjerr një monedhë, Besoj se Sovjeta e vazhdojnë e mojnë gjallë. po pra, pikërisht sepse në momentin që shumica kërkojnë vetëm atë spike-un, atë të fillimit, sepse edhe ka shumë shiten njerëz që e blen me i centa marrin dhe vera. shitën me $70. Po. Kupton? Dhe kanë bërë miliona, sidomos që quhet inside trader ata persona se tash djali Trumpit e kanë ditë që Trumpi do të nxjerrte monedhë dhe i ka marrë paraprakisht ato. Dhe ka bërë një $70 milion të vogël kështu sa për lek autobusi. A është kjo ndël ajo që quhet rug pull? A është kjo ajo që quhet rug pull? Shiko, rug pullin e bëjnë tash futem unë në fillim, a kupton? Ti nuk ke ti e Trumpi e zëm, okay? Futem unë kam 10 milion euro dhe ble monedhën tënde me 10 milion euro që në fillim. Unë automatikisht bëhem 50% holder i monedhës tënde dhe automatikisht fitoj fuqinë për që të kem efekt në rug pullin. Pra, po themi këto realisht nuk janë reale për monedhën e Trumpit, po flas për monedhat e tjera, sepse Trumpi ka funksionuar me inside trading 100% që e kanë ditë njerëzit mbas ti, gjithë ata që kanë pasur 10%, 20%, 5% të gjithë sasisë monedhave janë njerëzit që janë në brendësitë stafit Trumpit ose Trumpi vetë me njerëzit e vet që e kanë kamufluar dhe kanë deklaruar postim, kanë nxjerr shpenzimet e fushatës. Po se doli diçka u bë diçka shumë normale, sidomos për shumë persona të famshëm, VIP, si nxjerrën. Po shumë janë gjysë sot. Nxjerrën për punë po se kanë bërë influencë të monedhave që në këto meme coins edhe kanë bërë rug pull dhe njerëzit kanë miliona. I ke shumë në përgjigje, ata justifikohen me pjesën që unë jam influencer, më kam paguar, por njerëzit kanë humbur gjithë kursimet e tyre të jetës sepse a ka influencer shqiptar që bën diçka të tillë? Jo, nuk besoj se ka. Mund në kripto nuk mund t'i marrësh njerëzit në qafë, sidomos shqiptar. Tash mund të ketë njerëz me çka kanë pas sot në për TikTok që po i marrim në qafë për forexin, mund t'i bëj dhe me kripto, thjesht ja ka mësu dikush akoma, besoj se si ta bëjnë. Por besoj se kanë njerëz që mund ta kenë atë guximin që t'ia bëjnë popullit shqiptar këtë lloj skeme dhe pastaj ngrehin dorë të lartë thonë, jo po unë ju thash ta shisnit në këtë pikë, po në atë pikë nuk e shet doti se e ka shit ai para teje, sa në moment që shit ai e shet ti pastaj e ke me cena pastaj në fund, nuk del as koha me shit. Nuk del fitimi, e kuptoj. Golden AI, quhet roboti që ti ke vënë punë? Po. Shiko, ishte një ditë e bukur që unë gjithmonë ditë e bukur. Po, është ditë e bukur, do të jetë ditë e bukur. Ta them kështu troç, ishte një ditë e bukur ku unë kuptova që po përdorja ChatGPT-n për diçka. Edhe kuptova që unë e mbaj veten për një person me IQ deri diku të mirë. Thash, po ta bashkoj IQ-n time me AI-n sot që kemi, çfarë mund të nxjerr në treg, çfarë mund të prodhoj. Dhe duke jetuar në këtë epokë që po jetojmë sot, automatikisht njerëzit mund të krijosh diçka automatike që është 1000 herë më shpejt, 1000 herë më saktë se sa dora e njeriu. Dhe ky është roboti për të bërë tregtim. Ti vetë mund tregtosh, por e zëm të thiri mamaja, gruaja për diçka dhe u shpërqendrove 1 minutë, ti iku ai momenti që roboti nuk i ikën. A kupton? Dhe ky robot që un kam nxjerrë në treg aktualisht janë përdorim gati 200 e pak veta, që po bëjnë gati fitime çdo ditë, është po themi nuk është diçka që ta garanton fitimin apo është diçka ajo gjëja art që si thash në botën e investimeve nuk ka asgjë të si. Ma jep pak si me step by step. Unë i pari, du me marrë këtë robot. Me robotin, po. Si fillim instalohet roboti tek laptopi jot, quhet Golden AI. Gold AI. Gold AI. Po. Okej. Edhe instalohet tek kompjuteri jot ku ti ka llogarinë tënde për të bërë trading, që e ke mbushur me lekët e tuaja e ke futur në balancën tënde për të bërë trading në kompaninë që e ke zgjedhur ti. Domethënë aksesin te lekët e tuaja ke vetëm ti në këtë pjesë. Thjesht roboti futet tek llogaria jote në mënyrë që të bëj tregtimin në Flori, gjithmonë te tregu i Floririt. Bën një tregtim në ditë, vetëm te tregu i Florit. Bën një tregtim në ditë ose maksimumi 2 dhe këtë e bën kryesisht nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 12 drekës. Dhe në moment që bën një tregtim ka raste për shembull se bëjmë
gallata me njerëzit që e kanë blerë, që kur më shkruajnë, më çojnë ato feedbacket e tyre thonë valla, e bëri për 2 sekonda që mbaroi punën. I them jeni konkurrent direkte me Cristiano Ronaldo për rrogën, se fiton $90 billafi, $100 në 2 sekonda punë, a kupton? Këtë gjë bën roboti, sepse edhe ty vet nuk të del koha me hap dhe me mbyll për 2 sekonda në momentin që ajo bën lëvizjen, sepse ai e identifikon lëvizjen në market me formulën që i është caktuar, edhe e hap tregtimin në momentin e duhur dhe mbyll në momentin e duhur. Praktikisht, Golden AI do të bëjnë trading për mu. Po. Ti thjesht e vë aktive. Sa është e fjalë. Sa mund të kem besën unë ti ose sa. Po, të ta them unë. Tani për robotat, jo vetëm jemi, po ka 7.000 robota aty jashtë. Dikush më i suksesshëm, dikush më pak i suksesshëm, dikush komplet mashtrim. Por roboti ecën gjatë gjithë kohës. Në momentin që ofrohet një robot, ofrohet me një statistikë paraprake. Dhe ky robot është ofruar sepse ka statistikë në 2 vite ka bërë diku me risku minimal, ka bërë diku te 150% return of profit, domethënë rikthim në fitim. E zëm në shifare me shqiptarët du me shifra, e zëm ke futur €1.000 për 2 vite, ke balanca jote është €2.500, afërsisht edhe deri në €3.000. Nuk është në një shifër që thush që të ndryshon jetën, por funi ti €1.000 ke fut. Po, pikërisht. Ai ti mund të kesh futur edhe €10.000 dhe €100.000 dhe të ka bërë €100.000 të tjera dhe €100.000 të tjera. Kjo është shifër që ndryshon jetën. Në botën reale këto janë shifra. Në momentin që ofrohet diçka që me €1.000 ti të bësh €100.000, aty unë të jap drejt ty për shembull si fillestar që fillosh dyshosh. Too good to be true. Çdo gjë që është too good to be true përfundon që nuk është true. Në shumicën e rasteve. Kështu që unë edhe kur e kam nxjerrë si produkt e kam shpjeguar shumë mirë që ky produkt nxjerr sepse ka pas këto rezultate, e ardhmja e tregut nuk i dihet asnjëherë se si funksionon. Aktualisht ky produkt është i ofruar për gati 6 muajsh, që është në përdorim në njerëz të përditshëm dhe më është duke performuar shumë mirë në përditshmëri. Ku mund ta marrim për shembull? Ai si don me marr këtë robot. Po, në rrjetet e mia sociale ka një link, po ka një link edhe website-i është gati duke u ndërtuar për këtë pjesë kryesisht sepse do të më shku te Po, është stafi im që merret me gjitha, është linkun që për të bërë pagesën e ke shumë thjesht. Unë jam munduar edhe në rrjetet e mia sociale ta bëj shpjegimin sa më thjesht sepse eksperjenca ime me 1.000 student ka bërë që dhe shpjegimin të mundohem që ta kuptoj secili njeri në çdo lloj backgroundi. Që unë të them që ky është kjo gjëja, bën këtë funksion dhe mund t'japi këtë rezultat. Ti bëj informimin tënd, shif a të duket e drejtë apo jo dhe ndash e blen, ndash apo. €500, më tha një pe çunave se jam këto si punoj me te, sinqerisht të betohem, €500 tha kam fitu tha nga roboti Anduelit. Po ka shumë njerëz që kanë fituar dhe më shumë. E kam marrë se po bashim mohabet se thash se për çdo rrallë, për çdo ftum këtu bëhet mohabet kush do jetë, çfarë tema do të diskutojmë. Kupton edhe te Andueli tha kam marrë një robot tha unë edhe e kam marrë tha me provë tha, kanë koma përpara kur unë e kam marrë provë 1 muaj, e kam bërë provë si robot, a kupton? Po. Edhe të betom tha €500 kam fitu. Edhe ashtu ajo që i thati që shkon fjalë mas fjalë. Po, ai mund të sjellur 3. Jo, një koleg tjetër, po na nixhote ne të bëjmë mohabet, edhe ai po u interesohet, jo, po ku ke marrë këtë robotin? Po mirë, sa do të më futun? Okej, po sikur unë të fos kaç sa fitoj, sa bëj. Po ja shpjegote edhe po e shifsha, po më bëhet e çefi se thash, okej, vëlla, Andueli, okej. Po, është ecën feedbacku vetë, realisht unë ndonjëherë ndjej veten sikur bëj shumë pak për ta marketuar, sepse edhe me rrjetet sociale duke pasur edhe që kam dhe kompani tjera që duhet merrem, rrjetet sociale ndonjëherë edhe i përkushtojmë sa duhet edhe ndonjëherë nuk i përkushtojmë, por interesi qëndron aty dhe interesi që kam parë këto 2-3 vitet e fundit sidomos në të rinj, ta them realisht, jo se jam në një VIP i madh në Shqipëri, por realisht vetëm diem ka ndodhur që më kanë edhe duke ecën rrugë më ka ardhur tjetër me motor te xhami, më ka thënë të kam shkruajt për robotin vëlla, a kupton? Në aeroport më ka ndalu tjetri tek pasaportat, më ka thënë pikërisht për këtë gjë. E shumë njerëz domethënë të rinj po interesohen gjithmonë më shumë. Sa të marrin podcastit nuk ik shtëpi po mësuam se si funksionon roboti. Një prej gjërave që më ke shpjeguar ti edhe më ke dhënë siguri për këtë robotin është
Shiko, në lirë, ne do i vëm një lost Po që e ndalon minimal humbje. që e ndalon që Nuk e rrezikon asnjëherë. Ti supozohet të fitosh nga kjo gjëja, por edhe sikur të ndodh të hupsh e rikuperon humbjen me një humbje shumë të vogël. E rikuperon humbjen. Kjo është e gjithë strategjia e këtij robotit pak a shumë. Domethënë, edhe kur ndodh ajo, se nuk është se s'ka humbje, po në momentin kur them që bën 1 ose 2 trade në ditë, tradin e dytë e bën momentin kur trade i parë ka bërë humbjen dhe trade i dytë e rikuperon tradin e parë. Kështu funksionon kryesisht dhe kush do shkoj te rrjetet e mia sociale, do shohi prova pafunda njerëzit se pak a shumë postoj gati çdo ditë fotot që mi dërgojnë njerëzit, unë çojm në mëngjes, sepse ai kryesisht e bën trading zakonisht në orat 8-9 të mëngjesit dhe çojm mëngjes dhe kanë vetëm mesazhe në njerëzit që fitova kaq. Dhe nuk ka gjë personalisht ndjesi më të mirë kur unë kam ofruar një produkt që është win-win për dyja rastet. Normalisht ka pjesën e fitimit për pjesën që unë e shes produktin, edhe pse e shes për tregun shqiptar dhe realisht ka një çmim shumë konsiderueshëm, por ka dhe fitimin ana tjetër, se normalisht kur ofron një produkt duhet të ketë dhe value, duhet të ketë vlerë dhe personi që e blen. Dhe kështu funksionon çdo lloj biznesi. Dhe unë kam mësuar nga mentorat e mi online që i ndjek dhe njerëz të suksesshëm që i ndjek, që nëse ti do të bësh dikush një dhe do të arrish një lloj statusi, qoftë financiar, qoftë diçka tjetër, ti duhet të ofrosh diçka njerëzve, duhet t'i zgjidhësh një problem ose duhet të jesh duhet të japsh the problem është the best. Momenti që ti i zgjidh problemin e të pasur një të ardhur ekstra, a kupton, automatikisht të vinë dhe ty të mira, po themi benefite financiare na kjo gjëja. E Jeff Bezos po flasim me Amazon shet gjithë ato produkte që i duhen njerëzve aty. Prandaj është ai që pas. Ka zgjidhur një problem edhe prandaj është i pasur. Andoj, gëzuar herë me Max Magzuar. Shumë verë mirë. Është shumë verë mirë edhe lehtë, se unë para pi shumë alkool, por shumë verë shqiptare, edhe unë besoj se çdo gjë besoj se duhet t'japim vlerë prodhimeve shqiptare, si vera shqiptare, pse mos t'i japim vlerë prodhimit shqiptar. Andueli ofron kurset, ofron robotin, ofron ndihmën e tij, pse mos unë jam shumë pro Shqipërisë për çfarë do të huj, pse mos me fol me Anduelin. Dalim te Shqipëria. Vetëm një sekond. Faleminderit shumë i madh për Shafrani Albania. Shumë i mirë për stresin, për qetësimin, për shumë të mira. Falenderim shumë për Eagle Orient, falenderim shumë për Bit Investment Group. Se filloi harroj. Falenderim shumë madh për Big Brother Boutique VIP Shkodër. Falenderim shumë madh për Tushi Tenda, falenderim shumë madh për mu. Për mu. Patjetër. Edhe dalim te Shqipëria. Po thoja për Shqipërinë, unë jam shumë pro Shqipëri sepse po ta them realisht punën që bëj unë, e kam në telefoni dhe mund ta bëj kudo në botë. Unë jam dhe rezident Dubai. Si në Dubai ti më bërë? Se s'doja me fluturu bomba sipër për momentin. Jam më bërë se ka do njeni në TikTok prap ka thonë nuk ka bomba më se çon. Mirë sa ta paguajnë në shteti, se po nuk folja ashtu fusim re. Jo nda kolegët e mi të real estate-it. Po se ata i duhe, se ka rënë shitet e real estate-it. Po probleme edhe dele të thotë që. As edhe një muaj ke këtu në Shqipëri do të kërkojnë për punë në real estate besoj. Shiko thot se mos e çoni kujt investoni se në rregull jena, mos u kam. Në Dubai është 9 milion banor, 2 milion real estate agents janë pak a shumë, por ka potencial në vetë për me këtë që ndodhi. Vjen kesh, po doj goxha kohë të ri më këmbë si vend aq. Ashtë bë Dubai një si më da thonë, si përfaqësues për këtë fushën tonë Dubai një edhe Lamborghini 2. Edhe çdo person që merret me trading ose ofron çdo person që del e flet për trading duhet një foto tjetër duhet të tregojë Lamborghini. Po nuk ka lidhje. Shiko, Dubai ka frymën, ka qasjen, ta them një ka legun vëlla, ka bizneset. Ka dhe taksat, ka dhe çfarë lloje. Ta them një rast real. Unë kur bëra treshen, një nga treshet e para të mia në trading, kur shkova te banka më kanë nxjerr probleme sepse janë edhe të pa informuar që kjo gjëja është
Mos e normale. Ku apo në Dubai? Këtu në Shqipëri, se në Dubai e merr pa frikë. Po isha të menu. Po këtu në Shqipëri, domethënë ky është Atë të bën ku i marr ti tash mund të jenë pak më të informuar njerëzit nëpër banka. Sepse shumë në ata e kam me studenta kush punojnë në banka e këto që merret që kanë studiu për ekonomi e këto gjërat. Por që ka qenë realisht problem kurse atje po themi janë të gjithë edukuara që këto gjëra janë më se normale. Ti në Dubai shkon ble dhe shtëpi me kripto. Edhe Lambon e ble me kripto. Shkon atje firmos letrën edhe ajo që po duhet të pyet, se për në shumë pa marrë Shqipnis, të marrë parasysh edhe shumë tjashëm. Ato të regojnë jetë luksit, shumica personave, që marrë të regojnë jetë luksit. Okej, shumë e bukur, Allah, why not? Ka ardita, shje, funi për çfarë do bënu. Te klienti, kjo a të regon, a jep besueshmëri, a besojnë një person që më të regon jetë luksit, apo jep stepje sigur që ka se thjesht e ke mashtrim. Qa ke vujtit? Po shiko, ne do donim shumë që ti ishte ndryshe, ti ishte ajo që është morale korekte, që ti edhe po të rishe, po themi me i kanatire thjesht, veshur shumë thjesht, diku dhe ti pretendoj njerëzve që mund t'i mësosh të bëjnë fitime online e këto gjëra. Nuk shiko, është vetë mentaliteti njeriut, edhe në Shqipëri. Unë në Shqipëri edhe ku shkojnë lavazh, mund të ketë makina më pak, po themi me vlerë më pak se sa imja, ai direkt më liron vendin mua, sepse a kupton njerëzit të respektojnë shumica, jo vetëm shqiptarët, po edhe në përbot, të respektojnë njërin nga makina që ke, nga vesha që ke, nga ora që ke, kush merr vesh nga orat e nga këto gjërat, dhe pastaj fillon të kuptoj, je tamam apo si je tamam. Po si fillim është ajo, po themi paraqitja parë. Edhe e kuptoj. Dhe njeriu është vetë i ndërtuar në ato lloj mënyre sot në këtë botë materialiste që të vlerëson vetëm në këto gjëra. Realisht një gjë që doja edhe të cekja ishte për shembull që më bën çudi shpesh, dhe pse shumë kontradiktore, për shembull e shef të telefonin, ky është po themi është iPhone i fundit, unë këtë në Shqipëri ja kam pa dhe njerëzve që sa bën iPhone i fundit as gjysmën nuk e kanë rrok. Kamarierat vëlla, kamarierat. Po kamarieri mund t'i bëj aq lekë. Nuk ka kamariere femën në Shqipëri, mund ka bësh shumë përshtypje. Nuk ka kamariere femën në Shqipëri si nuk ka iPhone 17 vëlla. Tham, wow, më ti prap pikërisht, unë këtë gjë... Por e prapë se është ajo që i thutin, okej, do na fort kamarierët e do na fort tonë, se nuk kena se zonë. Me gjithë të respektueshëm janë bëj punë e vetë, se mund t'jetë për fazën kamariere ai, po mbase... Po e kam te kjo pjesa që, orva, si mund të vesh me këtë telefon, ta mbash në vesh këtu dhe t'i hipësh tek autobusi kombinati. Nuk shkon, jo se duhet blesh makinë se s'bën, por nuk shkon. Janë dy statuse të ndryshme. Po pra, ti merri këto legët, merr iPhone 4 metën, 5 metën, se nuk më nëse s'merresh merit sociale, për çfarë duhet? Ore kam unë ide më të mirë. Mos e blej iPhone-in, blej robotin. Po. Investoj pjesën tjetër lekëve. Për shumë pak kohë ti të bën lekë për robotin, ndash diçka tjetër. 3 këshilla për një fillestar. Një fillestar që nuk din as si gjo nga kjo gjoja. 3 këshilla. Ti informohet sa të mundet, informimi është çelësi çfarë do lloj gjëje. Me mësu të informohet ta ket informimin e kisha ushqim, gjumi më bë armik. Shkurt, me mësu. Me mësu. Disiplina. Edhe në çfarë kuptimi disiplina? Disiplina që çfarë mëson ti zbatoj me përpikmëri, siç thash, duhet disiplinë ushtaraku. 1 dhe 1 bëjnë 2 dhe duhet rish brenda këtyre kornizave, po dole jashtë këtyre kornizave do digjesh, e kam provu unë tjetri që janë më të mirë se ty, se mua, edhe më të zot se gjithë në bashkë. Disiplina 3. Dhe është përkushtimi pasaj. Duhet përkushtimi, nëse se ke përkushtimin, nëse e di që se ke kohën dhe ke gjëra të tjera që je duke u marr. Duhet marrësh seriozisht me këtë punë. Duhet i futesh seriozisht. Në fillim do doj shumë orë. Mojme në një intervistë një personit që ka vite ajo, ai një djalë, nuk jam mojme në emrin, edhe kishte shku të një emision këtu në Shqipëri edhe po tregonte se si fitot ai lekë xhana sana dhe thotë ai gazetarja, "Okej, thot super, thot do mësosh edhe mua me balën kënaqë."
Po thot, odin pa mërak, okej thot. Okej, thot jam e gatshme unë. Okej, dhe gjëja e parë thot përgatitur me net 8 orë para kompjuterit dhe më mësu. Thot si më. Kjo është ajo, a din. Se gjëja e parë që tha, okej, a do më mësu po. 8 orë kemë net para kompjuterit më mësu. Jo, thot, më mësu thot direkt më kështu, a din. E kuptoj është shpreha që thot shumë njerëzit e duan parajsën, por nuk janë përgatitur për të vdekur, në kuptimin që ti e do suksesin, por nuk je përgatitur për të bërë gjithë rrugën që duhet për këtë suksesin, për të qenë i zotin këtë lloj fushë. Edhe mua vinë shumë njerëz më thonë, bën këtë punë ti po si ta bëj dhe unë. Po Nuk është diçka që shpjegohet me dy fjalë. Nuk është se ta them unë po bëj këtë, okay, ik vazhdo tash edhe shifën nesër kur të kesh bë 3000 euro. Me fjalë nuk është të thonë se sonte mos ti podcastit tonë pretendoj me balek nesër. Jo, ne bashkë mund të jemi në podcastin tjetër mbas një viti, mbas 2 vitesh me 2-3 trajnime dhe me përkushtimin tat mund të kesh një person që ka pas një eksperiencë keqe, ka $200. Si mund ta rikthejmë këtë person? Si mund të japim besimin këtij personit? Shiko, këtë $200 ti edhe ka pas një hupje, $200, $300, edhe ka frikë ti rikthehet prapë. Po jo, në momentin që çdo person e ka vetë në dorë atë, në momentin që ke frikën me fut prap mos i fut valla. Biznesin çdo lloj gjë edhe një dyqan rrobash të hapësh ti s'do të eci, mund ta provosh një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë varet. Gjithmonë suksesi është një provë më shumë. Domethënë, po ta di njeriu që është kjo shpreha që më pëlqen shumë, nëse ti do e dije që mbas 30 dështimeve ti do kishe suksesin tënd më të madh, sa shpejt do kërkohet ti të dështoje. E kjo është shpreha që më pëlqen më shumë, sepse ti mund ta kesh suksesin tënd mbas 30 dështimes, mbas 40 dështimes, mbas 70 dështimesh, ti nuk e di. Ose mund të kesh në ata që jam me fat, mund ta kesh që me të parë mund të kesh sukses, ose me dytën. Varet sa nuk dorëzohesh ti, në momentin që ti e ke të bindur. Unë në momentin që mora me këtë punë, thash unë këtë do bëj. Unë lash universitetin për këtë gjë. Sepse do bëja, unë bëja universitet, punë edhe ndarke mësoja këtë gjë. Dhe arrita në pikën që po flija 2-3 orë gjumë dhe njërin nga këto duhet ta sakrifikoja. Dhe bëra llogarinë time që ky universiteti që unë po bëj, në fund çfarë dal, sa fitoj, çfarë bëhem? Unë ato lekët isha duke fituar gja me punën time. Është ajo që fol me bashkë që është ajo ideja që njeriu duhet të zhvillohet vetë, jo të... Unë ato jam. Unë e bëj shpesh debat të pjesë sepse është kjo tematika këtu në Shqipëri që e kena ngulitur në prindit tanë, nëse duhet shkolla sot. Po, duhet shkolla. Shkolla... Një sekond. A duket ka sikur apo paksi shumë me fjalë se nuk je vetëm ti vetëm që thu. Atë ka filluar ka thënë Andruteti para 5 vjetëve, e kanë kopjuar një 2 milion vet mas Andruteti. Unë kam bisupe, unë se kam e thënë 2 milion vet mas Andruteti. Tash po vjen e thulla ti. Ti po thuat se shiko, mëso ti për vedi lënë shkollën. Jo, praktikisht. Unë them realisht, nëse ti do të bësh doktor, shkon shkollë. Qofse ti e ke pasion për të bërë doktor, shkon shkollë. Qofse do të bësh avokat, shkon shkollë. Ama mos më shkon shkollë ti mua për të bërë programues. Programues nuk ta mëson profesor Gimi te shkolla që di vetëm teorinë. Programuesin profesor Gimi e ka mësuar te librat e thjesht ta thot ty. Dhe shkolla shumë në 90% rasteve thjesht të teston memorien, jo njohuritë tua. Jam dakord me ty, por a lune edhe një rol të madh shkolla në jetën tonë sepse na edukon. Besoj unë. Nëse e marrim tash çfarë të edukon shkolla, po themi për knowledge, IQ të përgjithshme. Po kush ta mohon informacionin? Nuk mund bën ton se është kjo ide e bukur, po nuk bën ton hajde po lajm ton shkollën, se ti ke bave shkollë. Ki ke bave shkollë. 3 nxënës klas. Ti e din se në ato 30 vjet 2, 3, 4 janë shkollë që do t'ja dalin jetë. Pjesa do jetë numër. Po. Tash nuk mund ti thush ty në 30 nxënës, shiko, mos hupni kon shkollë, por merrni me zhvillimin juaj personal se do ja dalni. 30 vjet nuk mund të dalin. Unë ta them edhe unë personalisht, shumë njerëz tjerë, shumë veta janë shkollë të lartë sepse i kanë detyruar prindrit, sepse për ata duhet të jetë moralisht korrekte që ta kenë fëmijën me shkollë sepse i gjykon lagja. Dhe sot se ka ndryshuar sot më burr. Po fal, sot ti ecën me praktik jete, sot nuk do e pagush qeran e shtëpisë me diplomë. Sot e pagun me lek qeran e shtëpisë. Dhe në momentin që ti përfundon
për financa apo për kontabilitet edhe punon bank për 500 euro, për 600 euro, ndërkohë që raja është 400 euro, më thuaj ti mua për çfarë të duhet ajo diploma kur ai që na sjell ushimin e me voltin, me motoristin, paguhet më shumë se sa ti që ke marrë shkollën. Apo lavazhieri të lagja ime me më shumë lekë. E kuptoj, ai që po më thonë unë, ai që po më thonë. Me këtë frym, mos po shtohen më shumë dështimet, se e kuptoj këtë që thotë. Është e mirë kjo. Po shoh më shumë sukses në njerëz. Me disa persona, sepse 1% shumë e vogël të arrin suksesin. Pjesa tjetër dështim të mesin. Do mesin me idenë që kam rigju këtu se lënë shkollën se do të më kanë vetë suksesshëm. Në momentin që nuk e ndjen, unë në shkollë isha, unë nuk e dija për çfarë po bëja shkollën kur vajta sepse formula e tillë ka qenë atëherë. Por e di si shkolla, po ta them në shumë thjesht. Shkolla është një majmun, një luan, një krokodil, një pul edhe një derr, edhe provimi i shkollës është kush do ngjiti pemën. Kjo është shkolla. Tani pemën e ngjit. Ishte shumë interesante. Edhe herë. Është një majmun, një luan, një derr, një krokodil dhe pula. Shkolla thot ngjiteni pemën gjithë. Nuk e ngjit gjithë pemën. Pemën do ngjisi majmuni. Dhe në këtë rast majmunin e përdorim edhe çik kështu për kafshë tallse. Tash e kuptova. Por në këtë rast po them, un kam shokët e mi që ai që në klasë parë dieshte që do bëhej doktor. Edhe kishe pasion edhe kishe çdo gjë dhe do bëhet doktor. Por nuk mund të bësh unë e ti doktor që se kena në billafin azë gjaku, po t'jemi atje në operim. Nuk më këtë po them. Por ti pyesësh gjithë mamat tona, gjithë na duan doktora. Ti pyesësh dhe tjetër për ato na çojnë doktora gjithë. Dhe kjo pjesa unë duhet kapem. Sepse edhe në shkollë unë e kam lënë vit 2 sepse në vit 2 e kuptova çfarë po bëj, se është i ndërtuar sistemi që ti vit par vit 2 bën një gjë të përgjithshme dhe ti sot nuk mund të dalësh në jetë 23 vjeç, se është jetë e egër aty jashtë. Nuk mund dalësh 23 vjeç me të majt mami me babi dhe 23 vjeç, apo të bësh një punë part-time që në fund ditës s'do të dali as për me kafe e ku shpi cigare. Kështu që ti sot je në konkurrim me 16 vjeçar që janë futur në një fushë dhe janë bën eksperta që 20 vjeç. Ti do dalësh 23 vjeç. Po pse mos na japin mesazhin? Okej, dakor, po pse mos të japin mesazhin ne që shkonin në shkollë, mos shkollet, marrë me vetin. Po ajo është. Sepse ç'a bën me shkollet? Kafe me çunat të lokalit. Ka ma shkollë punojnë njerëzit. Duhet edhe me punu me fituar do të ardha, se tash nuk mund të rish 23 vjeç, 21 vjeç, 22 vjeç me majt prindit deri në atë lloj pike. Jena mësu ne si popull shqiptar që fëmijën mundësisht e majnë prindin edhe 30 vjeç. Por jashtë shtetit njerëzit dalin në jetë që 18 vjeç, unë personalisht kam bë 18 vjeç në gusht, në shtator kam filluar punën time të parë, që më lejosh me ligj të punoja. Dhe që në ai moment unë nuk kam dalur së punuari derisa u futa në drejtimin tim dhe vazhdova me drejtimin tim, sepse realisht ne jemi popull me halle, nuk na ka lënë baba të gjithëve shtëpia e prona e gjithë gjërat që ti kena ca gjëra në terezi dhe hajde po e bëj një pasion, unë po mësoj flautin, ti bi flautin. A kupton, ta bëj pasion. Ne duhet ishim mirë qeran, duhet ishim mirë bukën për me ngrënë, me i lënë në lek shtëpive dhe kjo kërkesë e egër aty jashtë nuk të lë ty kohë të rish të studiosh 4 vite, 5 vite që ti në fund të kësaj të dalësh me 500-600 euro rrogë që është rroga pak më sipër se sa minimalja. A jetohet do son në Tiranë me 500 euro? Këtë pyetje kam unë për ty. Ç'është kjo? Atëre ti do ecësh ti vun je me shans ose e gjen shtëpinë me 500 euro. Ose e gjen shtëpinë kaç? Je me shans. Ti vet personalisht sot për sot, nga të vinë të ardhën e tuja, përveç, një është roboti, 2 është që bën trading ti vet. Po. Kurset s'kam asnjëherë në këto. Shet kurse? Jo, kurset nuk shes. Ke shit kurse? Më përpara po. Më për në fillimet e mia, po tash. Pse nuk e shet për kurset? Po sepse është një informim aty që më mirë t'ja lë njerëzve falas kur çdo ti marr, edhe pse e di që kur jep diçka falas nuk vlerësohet sa duhet, njerëzit e marrin të mirëshën. Kur paguhet e përkushtohet më shumë njeriu, është e vërtetuar kjo me shumë prova që kanë bërë njerëzit aty jashtë, por që e kam lënë aty që të jetë të paktën njerëzit kenë një vend që të vënë, të drejtohen dhe të marrin informacionin e dur, falas, qoftë ai që ka mundësi, qoftë ai që nuk ka mundësi. Këtë kam bërë për të mbajtur komunitetin tim
tamam siç është dhe të krijoj atë, po themi, habitatin tamam për njerëz që duan difuzën kësaj fushë. Por unë kam edhe biznese tjera si tash që i kam edhe të regjistruar në Dubai që merr me pjesën e teknologjisë, ofrimit të teknologjisë edhe dashboardeve, solutionat në back-end, dhe disa investime tjera, po themi, në botën online. Pak a shumë botën online, unë jam i gjithanshëm. Mirë, paska ecë mirë puna, mashallah. Jam vetë personi që nuk pa i gjetur pikën e fundit të një gjëje, nuk më zaj gjumin atë. Kështu që Thash po mos po mirë po ati spjegimin se janë, ku diun kam pa shumë spjegime, po këto janë më shumë t'jashtë, më kupton që thotë që shiko thotë se unë e kam mësu këtë gjë, unë nuk po e doj me ty thotë sepse unë nuk po ta shes kursin sepse du me ta shi ty kursin, du me lek tu, ja. Unë du sepse unë du që t'jemi gjithë bashkë, du që të gjithë t'jemi të fortë se mos të marrim lek. Bullshit man, okay, come on. Ti thuj kam gjeti mënyrë si me ba lek, edhe shpjegoj sinqert, mos e thuj me këtë unë du me të nimu ty. Po, unë vetë kam ble kursin, kam ble mentorimin e dikujt tjetër për diçka që më dash. Mu më dash një specializim për marketing për aca Facebooku. Dhe unë e kam marrë këtë gjë në një ekspert i kësaj fushë, se son po të futesh aty, edhe me informime që mund të merresh në YouTube e këto të gjitha, do merresha informacion prap, do kisha ato, po themi, mentori të jep ato tips and tricks që i thonë në anglisht, ato po themi hilet e punës që ty do të kursejnë shumë lek, shumë shpenzimet kota edhe shumë kohë. Që thash dhe njerë dalin prapë te pjesa që është gjëja më e shtrenjtë që ne kemi. Kështu që mentorin unë e shikoj kështu. Ti shkon edhe mëson kur shkon kurs anglishte, ai pagun ato mësuesen e anglishtës, se ty të duhet anglishtja. Dhe do ta mësosh anglishtën se duhet ku e diun, do të ikësh në Angli apo duhet për një punë, ta kërkon shkolla, ta kërkon universiteti, dhe ti shkon tek ajo që dita mësoj anglishtën ty dhe e pagun për këtë pjesë. E njëjta filozofi është dhe këtu, ti do të mësosh të do vesh të njëri që e di këtë punë më së miri dhe bën ato ulumtimet e tua, kërkesat e tua dhe zgjedh si zgjodha unë atë për atë çamu desh. Sepse realisht më duhesh për biznesin tim, sepse është diçka që unë doja t'i shtoja vetes time si aftësi ekstra. Sepse ne duhet të jemi në vetë zhvillim gjatë gjithë kohës dhe të marrim dhe mos të jemi siç kemi qenë para një viti. Në momentin që ti përfundon, se gjithë bëjmë ato rezumet tona dhe atë goalsat tona, ato qëllimet tona në datën 1 janar, të gjithë, po në momentin që ti përfundon 1 janar 2025-s, njësoj me 1 janarin e 2026-s, ke kaluar thjesht një vit që s'ke bërë asgjë dhe për mua që e vi dështimi në moment që nuk e mësuar diçka të re, ore qoftë edhe një gjuhë tjetër të huaj, një aftësi në internet ndryshe, ku e diun, mësosh programimin, mësosh web designin, mësosh si të editosh videot, mësosh si të filmosh. Çfarë mësove ti në 2025? Unë 2025-ën, po të flas në pjesën e mësova që unë po të vë në bashkëpunim trurin tim me ajnë mund të nxjerr produkt shumë fitimprues për veten dhe për njerëzit. Ngjar robotin. Kështu që në 2026-ën jam akoma në një përpjekje tjetër për të bërë diçka akoma më të mirë. Shohim kur t'i arrim, besoj do promovoj edhe ajo. Me fjalë. Qof këtu edhe në rrjetin po punon aktualisht për diçka të re. Unë jam gjithë kohës duke punuar me biznese të tjera që thash, sepse ato kërkojnë updateim çdo lloj dite. Edhe telefoni jon na kërkon update çdo 3 muaj. Kështu që duhet të ecësh me hapin e kohës. Çdo gjë ndryshon, si është sot nuk është nesër biznes. Qofse ti unë jam në një biznes të egër me shumë rivalë aty jashtë, që qofse nuk i marrun X klienta, i marrin ata, flas në pjesën e biznesit që kam në Dubai. Kështu që unë duhet të eci më shpejt se ata dhe ata updateohen më shpejt se ata që unë të marr 10 klienta, ata të marrin 2. Kjo është tregu punës kryesisht në çdo lloj biznesi. Çfarë ndryshimi ka me tash ishën Dubai e këtu në Shqipëri. Dori Shqipëri tash. Po tash mas luft nuk do vetë të bëj erojnë atje, jo. Kështu që në Shqipëri, në Europë, jam gjatë gjithë kohës në prodhime, kështu që në Shqipërinë kam bazën time që sa herë vi këtu, me thënë drejtën, është vendi jot, është e du me kaosin Tiranën që ka, me gjithë gjërat që ka, sado njerëzit aty në internet mund thonë 7.000 zeza për Tiranën, pas kush nuk e mohon, kush është rrit në Tiranë, dhe kush, si unë që kam kaluar në fëmijëria që nga 10 vjeç, e deri sot që jam 30, e shef ndryshimin drastik që ndodh çdo ditë, edhe mundësi që ke që nga Shqipëria,
e kam cekur dhe më përpara që them që ti sot je në globalizëm, ti je i barabartë në punët online, sidomos je i barabartë dhe me Amerikanin, dhe me Kinezin, dhe me Rusin, je njësoj. Nuk është më me fjalë. Sot ke mundësi, ka një kohë që ti jesh smart enough të dish të bash sidomos me trading. Ti je absolutisht ashtu si thati, je barabartë me Amerikanin, je barabartë me Anglezin, je barabartë me Italianin. Nuk ka ai person, nuk ka absolutisht asgjë gjë më shumë se. Shiko, ti mund të jesh në një fshat, po themi në një librazhdin, e përshëndesim librazhdin sepse s'jam në ande. Po mund të jesh në librazh, ti je di anglisht, e flet anglisht shumë mirë, fillon bën video dhe videot e tua mund t'i shohin amerikanat e gjithë dhe ti fiton ato video nash YouTube, nash çdo gjë dhe janë gjëra reale që ndodhin sot. Prandaj njerëzit janë më open minded për këtë gjë, sidomos të rinj, se të vjetrit kanë akoma ato po themi pasiguri dhe ato dyshimet e veta se i ka lënë edhe çik komunizmi me dramat e veta, por edhe i duken shumë pamundra, din vetëm punën tradicionale sot. Por njerëzit të rinj që janë 25 vjeç, 30 vjeç e poshtë, të paktën janë shumë të hapur drejt tyre drejtime se shohin shembuj për ditë aty jashtë. Mund futen në Fiverr, në Upwork, ka njerëz që fitojnë na $2-3,000 duke bërë punë shumë normale që duke ndaj në Shqipëria dhe paguhen njësoj me programuesin që është në Amerikë, se nuk do bëj punë më të mirë se ty, se ajo një punë është. Si thon ti si do e bëj edhe ai. Momentin që ti i jap për diçka, di dhe anglishten, a kupton? Mund ta bësh ato lloj pune dhe paguhesh njësoj si ai. Nuk ke pse nevojë të vesh në Amerikë, se më përpara s'ka qenë interneti e këto gjëra. Duhet shkonte njeriu në Angli, në Amerikë që të mësonte 2-3 gjëra më shumë dhe vinte në Shqipëri dhe mendonte se, a kupton, dhe hapesh te lagja që ju s'dini unë di se di këtë gjë. Po sot nuk ka më ai kompleks inferioritet që ka qenë më përpara, që i huaj gjithmonë dinë më shumë se ne. Për fillestar që janë në trading. Cili është gabimi kryesor që bëjnë? Bëjnë overtrading që quhet në kuptimin që futen aty dhe në çdo moment që ata hapin telefonin duhet të hapin një trade. A kthehet pak si addiction? Unë ta thash rasti me një person. Edhe unë i them gjithë njerëzve, ora, lejeni këtë, nëse keni e merrni në atë lloj mënyre, shkoni në kazino, pse i futeni kësaj? Shkoni bëni njëjtën gjë është. Njëjtën gjë do rish aty në kazino, tek ato që janë me licencë në Shqipëri, njëjtën gjë do bësh. Se unë personalisht aktualisht është Marsi, po themi përveç trade-eve që bën roboti automatikisht, vetë trade mund mos kenë marrë asnjë deri tash, sepse nuk ka ardhur momenti i duhur. Nuk ka analizat e mia nuk kanë treguar. Edhe ti për veti thjesht ke vu një robot edhe punën e robotit. Po, normal. Unë shikoj, nuk bëj një produkt që nuk e përdor vetë. Absolutisht, po e kam fjalën që a do ishe i gatshëm ti vet me vu komplet pasunin tonë në loj për një produkt ose një këshill që ti do ja jepsh publikut. Po rregulli kryesor në investime është asnjëherë mos e vë gjithë, thot Warren Buffett, asnjëherë mos i vë vezët në një sport të gjitha. Kështu që nuk mund t'i futesh gjithë investimin tënd në diçka. Ti investimin tënd do ta shpërndash në shumë gjëra, që njëra të bëj 10%, tjetra të bëj 3%, 4% tjetra, 7% tjetra. Në këto shifra dhe ti ke 5 burime të ardhurash ndryshme. Kjo duhet të jetë ajo që nëse një muj nuk performon mirë apo 2 nuk performon mirë, ke 3 tjera që performojnë mirë. Momentin që ti i vë gjithat e njëra dhe ajo një muaj nuk performon mirë, ti mund të shkosh dhe drejt rrugës falimentimi sepse i ke gjithë shpresat aty. Dhe kjo është rregulli kryesor që nuk këshillohet në asnjë lloj gjëje në botën e investimeve. Duhet të bësh investime ndryshme. Shkurt më vetë mund të kesh, nëse ke kapital, sa i bën real estate, sa i fut në trading, sa i fut në kripto, sa tjera ke një biznes. Trading më mirë sot për sot si mos thëhet është ari. Të floriri, po. Tash shiko, ka dhe shumë njerëz aty jashtë që tregtojnë të tipit se aty ke çifte monedhash të tipit dollarin australian me frangën zviceriane. Po çfarë volumi, çfarë marketi mund të jetë ai? Domethënë sa lidhje ka Australia me Zvicrën. A kupton, ka shumë njerëz sepse aty ke shumë, aty ke shumë markete. A kupton, unë duhet shoh edhe në futboll, unë duhet shoh Real Madridin, duhet shoh futbolli, pritet sekondë. Luiti Interi me Milanin. Po. Doli eksperti shokëm, shokët e mi tha, futni Interin, tha do fitoj Interi. Ore që hupi Interi fitoj Milani. Po. O ti m'djegë ti mundesh. Atëherë tu besoni te unë. Ti m'djegë. Unë s'ta kam besin te sketin. Unë jam
vizitues shumë i shpesht i San Siro, shkoj shoh Interin, po me statistika, me që do flasim për trading, unë sa herë shkoj, bilese unë i lajmëroj në të kundërt, para pak ditë që isha i lajmëroj në të kundërt, që sa herë jam unë në stadium, Interi humbet. Kështu që gjithë shokët e mi, kush më njeh në afër, e di shumë mirë që vendos për skuadrën tjetër. Kësa herë që jam në stadium i lajmëroj paraprakisht dhe shumica kanë dalë mirë me fitime, nuk kanë dalë keq për këtë pjesë. Po them, shikoj tash, për një skedin ndjekje. Po nuk jemi për skedina, jemi për investime, jemi për tregtim tamam. Ato janë gjërat bixhozet, ato un jam me bixhozen jam shumë larg. Qa mund shumë të regu diqa tjetër në duel për jetën tonë? Qa du me diqa tjetër për jetën tonë? Përveç trading, përveç Dubai, përveç, jeta mirë si why not, a kupton se për këtë punë ke punu. Po. Pse jo, kupton. Qa mund me diqa tjetër për në duelin? Po, çfarë mundesh me ditë? Tash, shiko, jeta ime për dishmëri është kryesisht që jam mëngjesi deri në darkë, unë mund të kem në ditë 7-8 Zoom call që bëj me skuadrat e mia, me ekipet e mia të punës që çojmë projektet para dhe pak a shumë gjithë jeta është drejt më shumë orientuar drejt punës dhe familjes. Gjithë kohën e lirë unë jam me familjen time, se kena lidhje shumë ngushtë me njëri tjetrin dhe jena gjatë gjithë kohës, domethënë për kushtimin kryesor e kam tek ata dhe i qëllimet kryesore, domethënë unë si që thu ti, në rrjetet sociale përveç këtyre gjërave kam shfaqur edhe gjërat që unë kam bërë po themi që kam arritur për familjen time, se qëllimi kryesor nuk ka qenë këto gjërat materiale edhe këto gjëra kanë qenë për familjen time, për t'i mësuar një jetë më të mirë familjes time. Asgjë më shumë, asgjë më pak. A mund t'jetë njësia më bukur kur ti krijon disa kushtet mira një familje sana? Mund të jetë njësia më e bukur. Shko, ndjesia më e bukur, po ta them kështu, po ta ndaloj, është avaja që është bot shumë I bought my mama house. Ja kam bërë sta me shpinë. Mund të jetë njësia. Unë kam realisht një postim ashtu sepse kam realizuar këtë gjë. Po ndjesia më e bukur, po ta them kështu pa u përlotur si person, po ta them ndjesia më e bukur është kur mamaja jote të thot Allah gjini që t'ka kam dhënë. Dhe nuk ka ndjesi më të bukur për një çun që është i orientuar në familja, se njerëzit e tjerë mbase nuk e kuptojnë këtë gjë që këtë lloj ndjesie koncepti, por të thash, ai është qëllimi im kryesor. Sa më jetë më të mirë të jap atyre me gjithë gjërat që mundohem për ditë, aq më i lumtur dhe më i plotësuar jam unë. Nuk gjërat materiale, unë jam edhe tip kushdo që më njeh, unë gjërat materiale mund t'i kem qef një muaj, 2 muaj, 3 muaj, dalin na qefi. Beso kam folur edhe me njerëz që kanë 10 fishin, 100 fishin e networkit tim, edhe nuk ka asnjë lloj ndjesie rreth gjëra materiale. Janë gjëra bosh, do i marrësh edhe Lambon e fundit dhe Ferrarin e fundit ta marrësh, do e ngasësh disa herë, do dali nga qefi, do i ndryshosh makinat, do ndryshosh orat, do ndryshosh këtë tjetrën dhe nuk të përmbushin ato. Ç'a të përmbush këtë jetë, bro? Përmbushin vetëm familja dhe lumturia e tyre, asgjë tjetër. Ti jem ata në rregull, më përmbush, ti jem në një shtëpi plazhi me detin aty afër, me gjithë pjesëtarët e mi të familjes, mase duke bërë në një gallat, në muhabet për qeshur, edhe duke parë gjithë ata duke buzëqeshur, duke kaluar bukur. Ajo është qëllimi im kryesor, the ultimate goal, edhe të jenë stress free. Kjo ka qenë arsye pse unë jam futur shumë gjëra që t'jej sa më shumë stres e familjes time, në çdo aspekt financiar, se të gjithë e dim që aspekti financiar shkakton 99% të problemeve në çfarëdo lloj familje, dhe në moment që jesh atë lloj stresi, të kenë, domethënë mamaja ime për faturat mund të jetë shqetësuar për të fundit para 10 vitesh, 11 vitesh. Kjo është ndjesia që unë kam luftuar dhe shpresoj ta mbaj për derisa të kem unë aftësitë e mia, të kem trurin vend të paktën. Këtë kam si qëllim, të paktën për anët e tjera pastaj, si ta them, janë ca gjëra që vijnë si ta ka shkruajtur ai lart, në kuptimin e shëndetit e këtyre gjëra, që Zoti i kam gjithë mirë me shëndet, edhe falenderoj Zotin për këtë. Por në momentin që janë gjithë këto gjëra në rregull, edhe kur kam një dështim biznes apo diçka e tillë, prap kur ulem aty me familjarët e mi e shoh gjithë në rregull, them këto gjëra kalojnë. Absolutisht besoj që
jeta materiale duhet vinë dhe një pikë që ty të përmbush ose ti hek ato, që thati streset, ato faturat. Qa bëhet si për atër, qa është plus, gjithmonë ka me kenë plus. Nuk ngopet njeriu. Edhe ai që ka 100 milion do të bëj 200 milion. Rama është ngop, duke të bërë të funit. Po do të ishte ngop, do ishte duke bërë piktura, valla, nuk do ishte duke bërë politika akoma. Jam asaj ka thonë, vetëm këtë do të jetë mandati i funit atër. Po më tash se vete në pikën ku do bëhet diktator pastaj. Nuk ka çam vetet më. A let Amerika faktor kryesor se ti kthejnë edhe herë muhabetit më përposhëm. A është Amerika faktor kryesor në trading në gjithë botën? Po, normal. Wall Streeti, momenti që është është Powell, është presidenti, ai kryesori i Federal Reserve-it, pra ata që mbajnë gjithë po themi anën financiare të botës, të Amerikës, domethënë po që influencon botën. Momentin, po ta vesh se ne kemi një meme në botën e trading, momentin që ai del në konferencë dhe thot hello, marketi, a kupton, fillon të lëvizi dhe jo ka ndikim, po imagjino kur një hello i tillë ka ndikim të tillë, imagjino që lëvizin në ato momente lëvizin biliona dollarë në sekonda. Normalisht aty futen pjesa që janë njerëzit në mbastis që e din paraprakisht çfarë i do thoya për çfarë vendimi do marrë ai, për shembull do uli interest rate të bankës qendrore këtë muaj, edhe dihet që marketi do lëvizin në moment që e merr ai vendimin. Po e them e jeti Paulli e ne na shok bashku, unë e di çfarë. A kupton? Dhe unë ndërkohë lëviz biliona në anën tjetër, ti del në konferencë dhe thu unë do ndryshoj këtë gjë. Unë i kam bërë paraprakisht ato përgatitje, po themi, në moment që jam shoku i Paullit. Cila është kriptomoneda që beson se është më si më ta thonë, ka më shumë potencial, më stable. Ethereum, Bitcoin. Nuk ka stable, stable është vetëm USDT-a, që është dollari që rri $1. Domethënë stable në monedat e tjera nuk ka. Por çfarë do thosha unë për shembull, një nga kriptomonedat që unë e shoh më shumë potencial dhe për të ardhmen, për shembull është Solana. Ne kemi Bitcoin, kemi Ethereumin, kemi Ripple-in edhe këto tjera, por e kemi Solana. Solana tani, Ethereum në momentin që është $2,100-2,200 sa sot, ka qenë dhe shumë më shumë se aq. Por Solana, gjithë ato që folën pak më parë ato me coin, 90% krijohen në networkun e Solanës. Dhe unë e shoh Solanën si po themi, ti kushtojnë vëmendje kësaj. Po, edhe është një monedhë që nesër mund të arrijë dhe në nivelin e Ethereumit, pra në çmimet e Ethereumit që është sot. Sa është Ethereumi sot? Sot duhet të jetë $2,200 diçka e tillë. Po mos pa të rënë nga çfarë kam parë më përpara. Por po flas domethënë në kuptimin që tani se njerëzit duan për shkakun të investojnë në Bitcoin. Kur i dëgjoj njerëzit se bërë edhe një meme domethënë, thonë njerëzit duan të investojnë, po sa do të investosh $100? Po mirë valla. Tani Bitcoini është, a kupton, Bitcoini dhe po të dyfishohet, ti do fitosh me $100. Të dyfishohet që do jetë ndodhi shumë e madhe, të shkojë $120,000-150,000, Bitcoini ti do i bësh $100 në $200. A kupton? Kështu që nuk njerëzit që kanë pak buxhet, unë i këshilloj të investojnë pak në këto moneda të në Ripple, te Solana, që mund t'i blej me $100, blej një Solana. Dhe ai Solana nesër po vajte $1,000 e ke 10 fishuar, po themi të paktën. Në moment që i futesh kriptove, nuk besoj se i futesh për 10%, për 20% fitime apo 30% fitime. Gjithë që janë futur kriptove, ti jemi realist, janë futur për fitime të që kanë gjua të shembull na $10 me bë 1 milion. Life changing money, a kupton? Edhe kjo është i gjithë koncepti aty. Unë nga top kriptot atë mund të këshilloj. Pastaj çfarë janë poshtë asaj, edhe në renditjen e market capital që kanë, për mendimin tim janë më pak stable dhe më shumë larg të rinj njerëz, nuk kam se ngatrohen kot me lloje monedhash, sepse aty jashtë gjojnë shumë informacione për çfarë lloj monedhe ndryshme dhe shpërndajnë njerëzit sa ndesa këtej dhe i humbasin gjitha lekët pastaj dhe fiton ai që bën atë rug pullin që folëm. Nduel, një këshill për kush dën me hin këtë me fjalë. Morë me vesh ku blet Golden AI. Po. Kontaktohet Ndueli e para. Një këshill për njerëzit për këtë lloj fushë është ta marrin si çfarë do lloj biznesi tjetër. Është biznes,
investon lekët e tua siç investon çfarë do lloj biznesi tjetër, ka riset e veta, ka fitimet e veta. Një gjë që e them unë nga eksperjenca ime, potencialin që ka ky si biznes e ka më të madhin në çfarë do lloj biznesi tjetër dhe këtë e them me siguri më të madhe, le dali kusht ma kundërshtoj këtë gjë sepse këtë bësh tash një herë, këtë bësh me marketing kryesor. Çdo gjë varet nga ky market. Në momentin që ti perfeksionon deri diku dhe arrin të analizosh se si lëviz market të tipit për shembull Floriri që është kryesori, ti ke në dorën tënde një aftësi, një fuqi, që folëm pak më parë për aftësitë e gjëra që merren në çdo lloj zanati, aftësinë që ti fiton duke mësuar se si ta analizosh një market tillë, është një aftësi që ty do mund të ushqej gjithë jetën, po të ushqej mirë, jo më të ushqej me gjëra minimale. Flas në aspektin financiar. Mas sa kohëve që ti ke studiu, ke mësuar këtë, ke thënë me veti, okay, ka kohë që unë di. Unë din kjo fushë. Po mas gati një viti e pak muaj, kur unë arrita të kisha, po themi, bëra në gjithë gabimet e gjitha që mësova, në gjithë strategji që përdora, mora një pikë këtu, një pikë te kjo strategjia tjetër, një pikë te kjo, i bëra një 6 pika bashkë që mund bënin sens, i bashkova strategjinë time, i vura në zbatim, i pash për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj që jepshin rezultate konstante, thash, okay, po i qëndroj kësaj strategjie dhe asaj strategjie unë i kam qëndruar deri sot. Dhe nuk më ka lënë. Ajo strategji po të funksionon. Ajo strategji po funksionon dhe unë nuk kam se ta ndryshoj diçka, si thuash, kalin fitues nuk e pse ndryshon. Edhe ekipin fitues nuk e pse ndryshon. Në momentin që ajo jep rezultat, në momentin që nuk jep për rezultat, do shoh për një diçka tjetër se mund të ketë ndryshuar marketi, mund të ketë ndryshuar kushtet, mund të ketë ndryshuar mënyra se si lëviz marketi dhe nuk funksionon më kjo gjë. A deri tani ka rezultate? Pse ta ndryshoj? Dhe gjithve që kam mësuar, kam pas rezultate, ai që e ka zbatuar tamam. Kështu që është budallik me ndryshu dhe me kërku diçka tjetër më ekstra. Okej. Andër Giga, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Ma bini pak telefonin çuna që të shkarkojmë robotin edhe të gjithë shurat e kanë një robot falas. Edhe falas. Po falas tash jemi. Mu keni më pagu. Që unë jam nërmjetësi, mu keni më pagu. A ke gjatë qef tjetër me unë i kryva që kam... Jo, jemi rregull. E shtojmë, kena i tjetër me... Rregull është. Një rregull. Po. Shumë faleminderit.